Armë dhe pjesë të armëve, municion dhe dëshmi të tjera u gjetën në këtë punëtori në veri të Mitrovicës, ku dyshohet se po kryhej modifikimi i tyre. Punëtoria është zbuluar të mërkurën në mëngjes nga policia e Kosovës, gjatë një operacioni që është zhvilluar në 3 lokacione të ndryshme, në Mitrovicën e Veriut dhe në Zveçan. 3 persona janë shoqëruar në polici, njëri prej tyre është dërguar në mbajtje. Policia ka iniciuar rastin në ndyshimin se janë konsumuar veprat penale, importi, eksporti, furnizimi, transportimi, prodhimi, këmbimi, ndërmjetësimi ose shitja e paautorizuar e armëve apo materialeve plasëse dhe mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve. Bastisjet u kryen në bashkëpunim nga Policia e Kosovës, Prokuroria Themelore në Mitrovicë dhe Drejtoria kundër krimit të organizuar në Prishtinë. Policia e Kosovës ka njoftuar se gjatë pastisjeve në podrumin e një ndërtese banime në Mitrovicë të Veriut ka gjetur armë të ndryshme. Në këtë aksion janë sekuestruar 3 raketa hedhës së krahu, 2 helmeta balistike ushtarake, 2 çanta ushtarake e një antiplomb dhe një gazmask. Pas operacioneve të policisë ka reaguar ministri në detyrë i punëve të brendshme Xhelal Sveçla. Ka thënë se lufta kundër kriminaliteteve që e cenojnë sigurinë e qytetarëve do të vazhdojë pas një kompromis. Kjo veprimtari dhe çdo tjetër do të luftohen deri në fund, e veçanërisht kur të njëjtat zhvillohen për të penguar e ndaluar punën e zyrtarëve tonë që garantojnë sundim të rendit e ligjit dhe siguri për vendin tonë. Edhe kryeministri në detyrë Albin Kurti ka thënë se kriminaliteti po goditet në çdo pjesë të vendit. Veprimtaria ilegale e zbuluar dhe e kapur nga operacioni policor në Mitrovicë të Veriut dhe Zveçan tregon për tentativat për cënim të sigurisë që përballen me nivel të lartë profesionalizmit të policisë së Kosovës dhe institucioneve të sigurisë. Autorët duhet të dënohen për të garantuar që drejtësia nuk zhbën punën e madhe që po zhvillojnë organet e sigurisë. Policia nuk dha më shumë detaje në lidhje me atë se nga cilat vende apo se në cilat vende mund të ketë importuar dhe eksportuar armë i dyshuari. Policia e Kosovës në aksione të ndryshme ka konfiskuar armatim kohë pas kohe, veçanërisht në veri të vendit. Më 19 mars u arrestuan 16 të dyshuar, përfshirë një zyrtar policor për kontrabandë me armë gjatë një operacioni të gjerë policor në jug dhe në veri të Kosovës.